€30 është gjoba e Prishtina Parking për të gjithë ata që parkojnë veturën në parkingjet publike e nuk paguajnë tarifën e parapar për parkim. Kjo është gjoba të cilën e ka vendosur Komuna e Prishtinës, e të cilën do e shqiptoj Inspektorati Komunal në vend të bllokimit të veturave, metodë që u praktikua më parë e u konsiderua pjesërisht e paligjshme nga Gjykata Supreme, duke theksuar se Prishtina Parking po ushtron kompetencat që sipas ligjeve në fuqi u përkasin vetëm organeve të rendit publik dhe autoriteteve të trafikut. Vendimi i cili erdhi pas ankesës së qendrës për raste gjyqësore strategjike se Prishtina Parking po funksionon jashtëligjshëm, por kjo qendër po e konsideron të kundërligjshme edhe rikthimin e Prishtina Parking. Sipas GLPS, Prishtina Parking nuk po i zbaton vendimet gjyqësore dhe përmes një procedure të kundërligjshme, po i obligon qytetarët me gjoba si shkak i mospagesës së tarifës së parkingut në kërcënimin për përmbarim. Pa asnjë dyshim, veprimet e ndërmarra nga Komuna e Prishtinës nuk kanë asnjë bazë ligjore, e për më tepër bien në kundërshtim edhe me vetë rregulloren aktuale. Prandaj, referuar edhe aktgjykimit të Gjykatës Supreme, CSL kërkon nga ana e qytetarëve që të kryejnë pagesat për tarifat e shfrytëzimit të parkingjeve, por rikujton se nuk kanë asnjë obligim ligjor, as financiar, lidhur me gjobat mandatore që po shqiptohen nga Drejtoria e Inspeksionit për mospagesë të parkingut. UD kryeshefi i Prishtina Parking, Amir Kozmaqi, thotë se ata kanë hartuar një marrëveshje me Komunën e Prishtinës në përputhje me kërkesat e Gjykatës Supreme. Pas pranimit të aktgjykimit të Gjykatës Supreme, e cila ka shfuqizuar pjesërisht disa nene të rregullores për rregullimin e parkingjeve në Prishtinë, është hartuar një marrëveshje ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe ndërmarrjes publike Prishtina Parking. Për të siguruar funksionalitet të plotë dhe përputhje me aktgjykimin e gjykatës, kjo marrëveshje përcakton se Prishtina Parking mbështet inspektorët me logjistik, mjete dhe personel teknik pa marrë kompetenca vendimmarrëse, ndërsa shqiptimi i gjobave për mospagesë i takon ekskluzivisht Inspektoratit të Komunës së Prishtinës, i cili ka kompetencë të plotë ligjore. Ai shton se pas rikthimit të funksionalitetit brenda një periudhe prej një muaji e gjysmë, pagesat orëshe janë rikthyer në afërsisht 85% të nivelit të tyre të mëparshëm. Nga Drejtoria e Inspeksionit thonë se ata janë rikthyer në harmoni të plotë me aktvendimin e Gjykatës Supreme dhe me ligjet në fuqi. U bëjmë të qartë gjithë qytetarëve se nga data 15 shtatore e këtij viti, të gjitha gjobat vendosen nga Drejtoria e Inspeksionit dhe jo nga Prishtina Parking. Kjo është bërë në harmoni të plotë me aktvendimin e Gjykatës Supreme dhe ligjet në fuqi. Pra, Gjykata Supreme nuk e ka shfuqizuar gjithë rregulloren e Prishtina Parking, por vetëm disa nene ku Prishtina Parking nuk ka më të drejtë të shqiptojë gjoba, por këtë kompetencë mund ta ushtrojmë ne si Drejtoria e Inspeksionit. Në konsultim me zyrën ligjore, Inspektorati Komunale ka krijuar tiketën duke u bazuar pra plotësisht në vendimin e Supremës dhe në ligjet në fuqi. Sipas inspektorit të shërbimeve publike në Drejtorinë e Inspeksionit, Adhe Berisha, mbi 90% të qytetarëve po e bëjnë pagesën, e cila nga 30 paguhet vetëm 15, në rast se pagesa bëhet brenda 2 javë nga shqiptimi i gjobës. Për shkak se është një volum bukur i madh, jemi disa inspektorë të angazhuar. Pothuajse 95% e kanë mirëpritur, sidomos banorët rezident, që ju është lehtësuar më shumë funksionimi në lagjet e tyre nga Prishtina Parking. Gjoba është €30, por në rast se pagesa bëhet brenda 15 ditëve, gjoba përgjysmohet në €15. Në rast të mospagesës së tarifës së përcaktuar nga Prishtina Parking, tani shqiptohet vetëm gjoba dhe jo marrja e veturës me merimang siç ishte më parë.